Mirë, rikthehemi në studio të nderuar shikues, dhe flasim në vazhdim për inovacione dhe për ide kreative që i kemi të gjeneruara gjithandej. Kosovës sot po koncentrohemi në Prizren dhe flasim për qendrën inovative Makerspace, që është atje dhe deri më tash sigurisht i ka disa projekte goxha interesante. E kanë edicionin e tretë të vet një program inovativ që mbështet startupet dhe po besoj që ka me pas sukses sikurse edhe në edicionet e kaluara, sepse po na tregonte mysafiri për disa ide me cilat ata krenohen, si më thonë, edhe tashmë janë të jetësuara, edhe që që thamë, edhe në hyrjet e programit. Janë disa ide të mira që, si më thonë, janë në gjenezë, mirë po pani mbështetja të mbesin veç ide. Që është dikush si Makerspace në këtë rastin konkret që u ajepa dorën, u azgjat dorën edhe i qetë në sipërfaqe, mandej ata e marrin rrugën edhe vazhdojnë. Është Arbër Kryziu, bashkë të meluesi kësaj qendre këtu me ne dhe flasim për detajet. Mirëmëngjesi Arbër Kryziu. Mirëmëngjesi. Arbër, apo na tregon pak se cilat janë ato sfidat kryesore kur një projekt kalon nga koncepti në implementim? Po, programin cilin e kena bëna është ka rrjedh prej kërkesave që i kanë pas startupët dhe sfidat që i kanë pas ata. Edhe si edicioni tretë na ka mësuar shumë të cilat janë këto sfida dhe gjatë kohës programi është ndryshuar dhe është bërë për me mbulu këto sfida. Një prej tyre është që shpesh herë startupët e kanë problem është validimi i idesë tyre. Thjesht shpesh herë mendojmë që e kemi idenë më të mirë në botë, por nuk e kemi testuar me klienta dhe nuk e kemi validuar ato me njerëz adekuat të fushës. Mandej sfida kryesore për startupet është mbështetja financiare, po edhe mbështetja me mentorim edhe me konsulencë, gjatë për cilën jemi mundu me zgjidh përmes këtij projekti. Okej. Në fakt jeni të themeluar që disa vjet apo jo? 70 vjet po i bjen? Ashtu është. Po, Makerspace është themelu vitin 2017 dhe aktivitetin e parë e ka nisë në vitin 2018, ku si vjet në shkurt e kemi mbush 7 vjetore në aktiviteteve. Dhe si organizat është fokusuar në 3 shtylla kryesore, e cila është inovacioni, arsimi dhe edukimi. Dhe te inovacioni e kemi pjesën e inkubatorit apo këtirën e tretë, cilën jemi me fol këtu. Edhe disa përkraje tjera për biznese të reja dhe ato ekzistuese, ndërsa të arsimimi jemi të fokusum dhe kemi vazhdimisht trajnime profesionale në fushën e teknologjisë, në shkallësi digjitale, me të cilat mundohemi me zbut atë papunësinë edhe me i lidh kompanit, edhe hendekun, me i lidh kompanit dhe kërkesën me ta. Ndërsa të komuniteti jemi shumë aktiv duke realizuar ngjarje të ndryshme për komunitet, sigur gara për idetë më të mira të biznesit, apo takime me ndërmars për me bëni komunitet i cili lidhet me teknologjinë dhe inovacionin aty në Prizren. Edhe që kemi një komunitet duke të gatshëm për gjëra të tilla të reja, kudo qoftë nëpër Kosovë, kemi të ri kreativ që mezi presin një ngjarje si kjo për me u përfshi. Si funksionon gjithçka, Arbër? Qysh i mbështetni ju? Atëherë, programi është, fillimisht programi është i mbështetur prej GIS Kosovës, ITP-s dhe komunës së Prizrenit, se me realizu një aktivitet normalisht ka kosto mrapa. Dhe ata cilët janë të interesuar me kanë pjesë e këtij programi, e shprehin interesin përmes një formës aplikimit që i kemi dhe duke dërguar një prezantim të idesë së tyre. Dhe mandej programi është në disa faza. Në kozgjatje, e gjithë programi është 6 muaj. Pra krejt ata tritë të reja cilat e kanë ide biznesi, po i duhet pak më tepër për me e konceptu atë idenë e vet. Atëherë ata bëhen pjesë e këtij inkubatori, ku fillë faza e parë është faza ku ata testojnë idenë, e validojnë ide. Faza e dytë është faza ku ata ndërtojnë produktin përgjatë programit dhe faza e tretë është faza përgatitore për një ditë të thirrët Demo Day apo dita e prezantimeve, ku ata e prezantojnë produktin e tyre. Që nga shumë inspirues titulli. Demo Day. Demo Day. Demonstration Day. E di po. U bë Demo Day. Demo Day. Demo Day. Okej. Po të kuptoj po. Është dita kur ata prezantojnë idenë e tyre para mentorëve të vet, para investitorëve potencial. Të përdorin më atë term. Jo, mendova Demo Day. Demo Day, jashtë mode. Po dhe jashtë mode dhe s'po përdoret diçka. S'përdoret, po. Edhe në fund programit ata kanë shansën me tregu idenë e tyre para investitorëve të cilët mundin me kanë gatshëm me investu mandej me zhvillu produktin tuaj. Shumë interesante se e përmend Arbër që thjesht jeni një ndërlidhje mes investitorëve, njerëzve që i kanë potencialin ekonomik, financiar, edhe të rinjve që i kanë ide të mira, kreative dhe si më thon
me gjasa me shpërthy, se më thonë edhe me I kalu shpesher dhe kufit e Kosovës, që është që ndërlidhe, sepse kam përshtypjen që nga njerë, edhe apo ndryshon e thuj ti që je në kontakt me njerëzit, që janë, si më thonë, shumë strikt. Njerëzit tanë të biznesit, një pjesë e mirë e tyre që I kanë parat, I kanë potenciale, si më thonë, janë mësu me disa shprehit e tyre, edhe kanë paksa probleme dalë jashtë asoj rutinë, janë shumë konvencional. Po, shumë është të vërtetë kjo. Me bizneset privatit është shumë vështirë me bashkëpunu në aspekt të financimit të startupeve, po kjo bëhet përmes Se kuptojnë se shohin rëndësinë apo ndodh diçka tjetër, a? E para është disa prej tyre nuk e kuptojnë, disa prej tyre kanë obligime tjera që nuk e shohin rëndësinë, po kjo bëhet përmes rrjeteve të investitorëve apo klubeve të investitorëve, edhe ku ka tash edhe në Kosovë, po në vende tjera edhe më theksuar në numrin e tyre, apo angel investors apo VCs, po krejt kjo dallon prej shkallës apo prej nivelit I cilin është startupi apo biznesi që po e zhvillon produktin. Në Kosovë kemi Kairos Forumin, që është një klub I investitorëve, angel investors, I cili është në krejt Ballkanin, edhe me ta kemi një partneritet shumë të mirë për më ofru mundësinë atyne ekipeve apo atyne startupeve të cilat janë në nivel për mu investu në ta. Okej. Arber, si e vlerëson ndikimin që Makerspace ka pas në Prizren edhe të këto kompani të reja? Për këto 7 vite sa jemi aktiv, në Makerspace kemi trajnu mbi 3.000 të rinj dhe të reja në fushat të ndryshme. Kemi përkrahur mbi 60 startupe dhe ka ndoshta mbi 300 të punësuar të cilët janë punësuar mas trajnimeve që I kanë përfunduar në Makerspace dhe me mira pjesëmarrës të tjerë cilët janë kënë në aktivitetet tona të hapura, ku kanë pas mundësi më rrjedzu, më shoqënu edhe me kriju mundësi të reja për veten edhe për biznesin e tyre. Faktë, sa po ndryshojnë idetë të Arber, çfarë idesh po ju vinë? Nuk e di, për shembull të thirrje apo në përgjithësi që keni kontakte, apo ndryshojnë nga vitin e vit në raport për shembull me 7-8 vitet më herë, apo ndryshojnë, sepse po ndryshon bota, po ndryshon teknologjia, dhe nevojat. E kemi AI edhe nevojat, pastaj edhe s'ka tjetër. Padyshim. Edhe ky ndryshim apo I bjen më kreative, apo I bjen më ti tregona, ç'apo I bjen realisht. Shumë e vërtetë, ndryshimet ka ndryshime gjithmonë, prej vitit në vit ka ide tjera, sepse ndrojnë edhe njerëz, ndrojnë edhe gjeneratat, edhe bashkë me to realisht ndrojnë edhe idetë, po së fundin para 3 javë ne kemi mbajtur një startup bootcamp, që ka qenë një aktivitet traditor edukativ, për këtë ata që kanë një ide biznesi, po I duhet pak me punu në atë ide, me formësu pak ma mirë, edhe aty na ka ra me I po mbi 50 ide të ndryshme. Edhe në ato ide, sot ka pas lidhura në fushën e AI-t, ka pas ide të cilat janë lidh në fushën e mbrojtjes, në krijimin e dronave për mbrojtje. Dhe ka pas ide tjera që janë pak më standarde që lidhen me turizmin ose me bo një aplikacion për me shit online e tjerë. Po ka neve shpesh na duhen 1 ose 2 ide mirë edhe me ato aq mjafton suksesi. Nëse mundem me veçu një prej kohortës së kalume, është një djalë I cili e ka fitu një garë shumë prestigjioze në Evropë me idenë e tij, për I cili lidhet me mjekësi, ku fakti më interesant është se vetë zhvilluesi I kësaj ideje është inxhinier ndërtimor, inxhinier ndërtimit realisht. Edhe ka bërë një produkt që lidhet me mjekësinë, edhe krejt kjo sepse e ka pa një mungesë në treg për këtë lloj analize, edhe ai e ka kriju një kit apo një formë për me testu analizat e urinës, e cila lidhet direkt me AI, ku ti mundesh me bo 12 parametrat analizave në shtëpi, pa pas nevojë me shku në laborator edhe me I bën vetë analizat e urinës, me një diçka që me një formë të provete nëse muj me quajë kështu, I bën të në shtëpi edhe I ki rezultatet për 2 minuta në aplikacion. Kush është ai Arber? Është Gjem Strugja, edhe Stork Lab është emri I startupit. Jo se na tregova më herë dhe na u duk shumë interesante, ja? I Prizrenit, I Prizrenit, po. Po, edhe ishte duke e patentuar diku në Evropë, po. Për momentin produkti është zhvillu edhe është në fazën e patentimit. Është testuar, I ka kaluar të testet. Po, dhe në çfarë faze është? Produkti është testuar, tash është në fazën e patentimit, edhe deri në fund vitit ideja është që me lancu edhe me vendos në treg për me shit. Okej. Krijimit e patentimit, sa është rëndësishme të bëhet kjo shpejt?
Shumë është e rëndësishme sepse Shpejt po ndryshojnë edhe gjanat. shpejt po ndryshojnë edhe Jo, gjanat. po patentimi është i rëndësishëm në mënyrë Prandaj po them, sa më shpejt as më mirë se po ndryshojnë. Del dikush edhe E bën merr diçka produktin tjetër, po ngjashme. Po patentimi është shumë i rëndësishëm që ti me bu ato para se me lancu produktin, para se me lancu produktin treg. Edhe në këtë botë dinamike është shumë e rëndësishme me vepru shpejt, me patentu edhe me vendos produktin treg. Është procedurë gjatë? Se dikush vetë se e punon mbrapa edhe e zhvillon. A është procedurë gjatë? Po, është një procedurë që duhesh me i kalu disa faza. Te nisi dia mund bëhet ajo. Por na? Mund të regjistrohet si markë, po jo të bëhet patentimi. Ashtu është. Regjistrohet si markë te ne, po jo mu patentu. Patentimi duhet të bëhet në një vend tjetër. Kjo për analizën e urinës ishte shumë interesante, po shpresoj që ka me jo po shpresoj, nëse po më i ka kaluar ato teste, ka me qenë diçka koça kështu revolucionare, se që ka me se është inxhinieri i ndërtimit ka qenë. I ndërtimit Po ka bërë një ekip me laborant. Edhe ka ardhur ideja, Edhe ka ardhur ideja që e ka zhvillu këtë produkt. Në ka të ngjashme, por jo sikur kjo e cila i ka 12 parametra. Pak a shumë si testi i shtazanisë që bëhen në shtëpi, pak a shumë të parafrojnë për shikuesit. Po, çfarë është një thjesht një pajisje në formë katrore ku ti e vendos aty edhe ki 12 parametra me ngjyra ku e skenon me telefon, edhe në telefon i ki rezultatet. E mira e kësaj është që A ka me qenë shtrejtaj? Ajo që blihet për me testu? Jo më shumë se 7 euro. Okej. Ma që sa e di, shpresojmë që nuk e ndrën çmimin ku dalin në treg. Inflacioni Por ashtu shkojmë në laborator se e paguajmë 5 euro. Jo, në laborator nuk mundesh me pagu 5 euro për 12 parametra. A duhet parametra? Kjo është më shumë saq, a? Aty është më shumë saq, ato të cilat pse i kanë bërë këta është sepse njëjtat analiza me i bën laborator e kanë një kosto shumë më të lartë. Okej. Shumë më të lartë sa. Plus është pritjes me shumë laborator. Sakt. Me siguri njëna prej arsyeve që zbuluar që kjo. Po. Vlera e shtume. Veç kam përshtypjen që kemi me kriju bashkëri. Po. Hajde. Hajde të testojmë vetë. Na për cilën gjënë shëndetësore më shpesh. Vlera e shtume e kësaj është se përmenda lidhet me inteligencën artificiale, ku në bazë rezultateve që t'jep, njëjtën kohë t'jep edhe një dietë për pjesën e ushqimit, cilat ndihmon. Kjo për cilën po flasim, po. Për cilën po flasim, në aplikacion ti e merr dietën ushqimore, ku për me përmirësu gjendjen. Aplikacioni është veç për çet pajisje. Çashtu. Aplikacioni vetëm për këtë pajisje. Instalon aplikacionin për me mujt me përdor atë. Po më intereson Orwell me që po flasim për këto ide kreative. Vërtet i kemi super të ri, super të mirë, shumë kreativ. Po nganjëherë, domethënë, jo gjithkohë edhe jo gjithmonë, edhe jo gjithë botën realisht ndodh kështu. Ka plot ide, disa prej tyre shndrohen në ide të mira edhe në biznes realisht. Kështu të prekshme disa të tjera mbesin veç ide dhe rrugës dështojnë për një ose një arsye tjetër. Kështu ka ndodhur edhe këtu, apo edhe te ju edhe gjithkohë. Po tash me zhvillimin e teknologjisë AI, me ChatGPT, njerëzit mund të futen atje të mos e lodhin shumë kokën e të kërkojnë a me disa ide për biznese që mund të aplikohen në Prizren, edhe ti gjeneron disa ide. Pra, sa po janë të tokëzuara këto idetë e trive, trejave, jo vetëm mosh domosdoshmërisht, kushto? Po, hapi më i lehtë për dikën është me pas një ide, po e dyta kush realizon atë, kush realizohet ajo ide. Prandaj po. Neve na ro këtë ditë me i bë disa infosesione në për universitet në Prizren atje, edhe disa takime me tri për me i diskutoj idetë e biznesit edhe disa prej tyre në ofrigojshin me tregu idenë e vet. Jo se s'po tregoj idenë. Ma meraj tjetër. Po kjo është shumë gabim sepse ideja, fillimisht ideja të këqija nuk ka, dhe së dyti ideja nuk mundet me ta marrë kërkush, sepse ti ai që e ki në kokë realizimin apo ekzekutimin e asaj ideje. E këto po, kemi pas ideja që janë kriju me AI, me inteligjencën artificiale, po ajo dallohet shumë shpejt në mënyrën kur ata e prezantojnë idenë e tyne dhe prezantojnë vizionin që shkanë me zhvillu produktin. Dikun kanë me unal, për dallim prej atyne që e zhvillojnë një ide biznesi përmes një problemi që për e zgjidhin, ose përmes një problemi që e kanë përjetu ata vetë në jetën e tyne, ose familjarët e tyne, ose e kanë pa që është një munges në trega dhe e kanë fillu me e zhvillu. Kjo e dallon për ata që kanë marrë ide në gatshme për atyne që po dhe nëse marrë realizojnë mirë, nuk ka një... Jo, absolut jo. Thjesht kanë identifikuar një nevojë që mund të ketë qyteti, vendi, kushdo. Inovacioni nuk është diçka që duhet patjetër me bë diçka që s'ka bë kërkush, po diçka që i mungon vendit tonë. Ose që mund me qenë ide plotësuese. Ose ide plotësuese. Po, Arber, pas kema avancu, sepse nëse ti friksohesh me jap një ide për frikës se ta merr dikush tjetër edhe realizon më shpejt, prej asaj periudhe ku kemi
ndoshta s'kemi pas as vullnet me pas ndonjë ide të re për shkak mungesës së ndihmës ose kemi menduar që s'mundet mu realizu fare edhe ka qëllu gjithkush ofër që të ka thonë jo, bre fare, s'ki logari, qa po da me bo me këto, kime pas humbje, shko, po. Edhe është e vështirë për se cilin person me pas vullnetin me investu për shembull 3 vite të një kompani që e ndërton vetë, se ndoshta me punu 20 ose 50 vite të një kompani për dikën tjetër. Është shumë interesant kjo. Si munden njerëzit me marrë një vullnet edhe me mendu pak më ndryshe për këtë çështje? Pyetja është çfarë po bëjmë ne dy këtu? Po. Pës për një shok. Me të vërtet është për më krënu me çfarë një kemi me të vërtet, sepse me një është e vërtet. Talenta kemi shumë. Kemi talenta, po edhe në një kohë kur një pjesë e madhe e qytetarëve po e shohin Kosovën si një vend vetëm zi, po këtu nuk mund të shpëj po, këtu nuk ka mundësi, këtu nuk ka alternativa, po është ajo pjesa tjetër që shohin shumë mundësi edhe... Po nëse është keq, hajde po e ndryshojmë, po e bëjmë mirë. Qaj është motivi që hajde po e bëjmë bashkë edhe po e zhvillojmë bashkë. Po dhe mos presim e në ardhë, dikush me në bo mirë, mandej na me u kthy për me jetu aty kur e gjejmë të gatshëm. S'ka logjik. Shumë e vërtet. Motivi më i madh i atyre të cilët kanë sukses, po flas, jo atyre që vetëm vinë për me bo një ide, është zgjidhja një nevojë ose një problemi, për me bo ma mirë që atë caktun. Si rasti i gjejmit që përmena, ose si një rast tjetër që i kemi disa djemë që i kanë implementu këto trotinetat elektrik për lëvizje më atë për qytet atje në Prizren, dhe ideja të ngjashme për me lehtësu jetën e qytetarëve, po dhe me zgjidhje një problem caktuar në komunitet. Jo, ideja shumë interesante, disa prej këtyre ideve me i pasur në studio, sidomos këtë djali nuk e di në çfarë faze që ka ende ndoshta herët s'do me ndosi atje, po kish me qenë mirë me pas në programin dhe me na tregu. Si të realizohet edhe del... Se mund të quhet reklam, po që rëndësi ka kur e kemi një ide kaq të mirë, kur e kemi një ide kaq të mirë edhe që është gjeneru nga Kosova. Mirë, çfarë duhet me ndryshuar realisht? A duhet me urrit fondet edhe të institucioneve, fondet qeveritare dhe ato të institucioneve lokale edhe për bizneset veç falë. Pra që thjesht mos me mbet veç disa ide që s'munden me u jetësu. Edhe sot, dikush që ka një ide, nuk vjen të ju se nuk e ka gjetë rrugën ose nuk e ka ditë mundësin që apo di. A mundet me jetësu atë ide, mos me lanë veç diku në kokën e vetë ose si projekt në telefon në sirtarë diku? Është e para punës që shumë është e vështirë me bo një startup suksesshëm dhe të qëndrueshëm pa pas fonda, apo pa pas përkrahje financiare. Gjë e cila në Kosovë mungon kështu në theks, sepse nuk ka ende mekanizma të cilët i përkrahin startupet, nuk ekziston ende fondi për inovacion, nuk ekziston ende fondi për startupe. Dhe deri tash gjithçka është bo në bashkëpunim me donatorët e huaj, duke përfshi organizatat ndryshme, dhe normalisht që duhet më shumë involvim shtetëror për me rregullu këtë çështjen e startupeve. A shkëpun ndonjëherë, Arber? Po, është janë proces. E pa premtum duhet një farë buxheti, në kohën e Besim Beqaj, ministër e inovacionit, atëherë kur ka ekzistuar Ministria e Inovacionit. Inovacionit, po pra. E di që u pa ndodhur një fond. Është ndodhur një fond. Që vjen 10 vjet më herët? 10 vjet më herët është fond, është vetë është harxhuar ai fond. Jo, ideja që është dashur me urrit edhe me, sakt. Me vazhdu. Prej atëherë kur ka qenë Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, nuk ka pas një fond dedikum për startup dhe për ndërmarrësi, ka pas për biznese tjera, po jo me theks të veçantë në startupet, gjë që e bën edhe më sfiduese realizimin edhe motivin për me nxit ndërmarrësinë në Ama kjo s'do të me stopu të rinjt me mendu, me guxu me kriju, edhe me gjetë rrugë, me hap dyrë, si më thonë ndonjëherë me trokin, ndonjëherë me thy dyrë, ndonjëherë, si më thonë me hy me bryla, qysh do, veç me depërtu. Ata të cilët me të vërtet dojnë me bo një ndryshim, ata i gjejnë mënyrën, duke fillu prej familjarëve të vetë, duke i kërku disa mjete, vllaut, motrës, dajës, tezës, edhe mandej duke i gjetë mekanizma tjerë. Programi që përmena na që cilën jemi të e bo na kohortën e tretë, është programi cili ndihmon në këtë fazë, ndihmon ata me strukturu biznesin e vetë. Thjesht me bo në biznes modelin, me bo planin financiar, edhe me bo
ma të gatshëm biznesin e tyre apo me lancu në treg, ndërsa nuk i përkrah me fonde apo nuk i përkrah me grante financiare këto startupe. Okej. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për sjellje. Faleminderit për ftesën, kënaqësi.